Problemi i perëndimit dhe i gjithë neve në perëndim është që neve e shohim historinë vetëm si fotografi. Pra kapim një fotografi në fund dhe hajde të komentojmë fotografinë. Edhe diçka tjetër. Thonin edhe këtë që deri pardje thoshin që ushtria ukrainase mund të rezistojë deri në fillim të pramberës. Tashti thoshin që mund ta shtyjë edhe 2 vjet rezistancën e saj. Shiko, çështja e rezistancës së ushtrisë ukrainase nuk është diçka cilën ti mund ta matësh mbi bazën e rezistencës së ditës së sotme. Pra nuk funksionon në këtë aspekt në këtë luftën që kemi tashti. Sepse këtu nuk kemi... Në emisionin e fundit para një viti ti më the që kjo është një luftë ngërçe. Absolutisht, është një luftë që nuk ka një front total unik. Pra nuk kemi një front unik. Fronti është i fragmentizuar. Është dhe nuk quhet më front, por quhet vi kontakti. Pra ti e ke totalisht të fraja, siç e ke këtu në hartë, e ke totalisht të fragmentizuar këtë vijën e frontit. Dhe ky vijë e frontit nuk mbrohet nga Ukraina në të gjithë vijën e saj. Pra ti nuk ke një llogor të përgjithshme që e ke të mbrojtur këtë totalisht. Ka hapësira, është më shumë se 1200 km. Ka hapësira ndërmjet tyre, ka lëshime dhe ka rënje të gjithë terrenit fortifikuar. Aktualisht gjitha këto që po shohim tash, për shembull, këto që shihni këtu, këto janë të gjitha terrenet të fortifikuara të bëra nga 2014 deri në 2022. Dhe kjo vija e kontaktit që shihni ose mund ta quajmë vi fronti, pra siç e quajmë perëndim vi fronti, kjo vija e frontit është aktualisht vija e frontit më e fortifikuar që ekziston sot në të gjithë botën. Sidomos Kupianski dhe... Në të gjitha këto qytetet që juve shihni, në të gjitha këto ka një rrjet të fortifikuar tunelesh dhe fortifikatash të bëra për 8 vjet, nga 2014 deri në 2022 nga Ukraina me ndihmën e NATO-s dhe me direktivat e NATO-s, totalisht. Për këtë arsye, edhe këtu, keni dëgjuar kur thonë për shembull edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s edhe ta penojnë që Rusia nuk ka mundur të marrë territore, po sepse është i gjithë territor i fortifikuar. Dhe Rusia prandaj po përdor artilleri të rënd, po përdor bomba të fluturuese, po përdor raketa të drejtuara për të shkatëruar këtë fortifikim. Se ndryshe nuk ke shans që ta marrësh këtë fortifikim pa e shkatëruar. Dhe pra, po përdor fuqinë e zjarrit për të kompensuar fuqinë njerëzore, pra në mënyrë që të ruaj njerëzit mos t'i vriten, atëherë përdor fuqinë e zjarrit më tepër. Si shpjegohet, më fal rishtos ignorancën, që nuk i bëjnë krah marrje. Dikur, për shembull, betejë e Stalingradit nuk morën Stalingradin, goditën në krah dhe rrethuan. Ta zëm, në Pokrovsk atë teori po zbatojnë krah marrjen, nëse ne e shohim. Pse nuk e zbatojnë në të gjithë vijën e frontit? Në të gjithë vijën e frontit, në të gjithë vijën e frontit, rusët atë janë duke zbatuar. Rusët kanë marrë bazë të strategjisë të tyre të luftës, kanë marrë bazë strategjinë sovjetike. Strategjia sovjetike parashef e ka pasur bazë dhe ka pasur gjithë që nuk sulmohet direkt objektivi, por objektivi rrethohet. Dhe kanë bërë një ndryshim në strategjinë ruse, në strategjinë sovjetike ishte që rrethohet totalisht objektivi. Kurse këta kanë bërë një ndryshim, pra nuk e rrethojnë totalisht, por lën hapësirë dalje. Lën hapësirë dalje. Aksioma Clausewitz, lëri një shteg i kundërshtarit? Jo, nuk është për ta lënë një steg i të kundërshtarit, se kundërshtari nuk po e lën të iki, pra ata lën një shteg të ngushtë, 2 km, 1 km gjysmë, dhe ky shteg mbetet gjatë gjithë kohës nën zjarrin e artillerisë, nën zjarrin e dronëve, nën zjarrin e aviacionit, pra totalisht është nën kontrollin e zjarrit rus. Por ç'a bëhet duke lënë një shteg të tillë? Atëherë forcave që mbeten brenda në këtë rrethimin taktik ose në këtë rrethimin operativ. Për shembull, këtu kemi xhepa operativ dhe xhepa taktik. Kur është më i madh gjë, kemi një xhep operativ, sepse në të futet një divizion. Kur futet një divizion për 10-12.000 forcash, atëherë kemi ai quhet xhep operativ. Kurse kur ka për batalione dhe brigada, pa xhep i vogël ai quhet xhep taktik, në nivelin taktik. Dhe kemi këto xhepat taktik dhe këto xhepat operativ që krijohen, dhe në këto xhepat operativ ose taktik ti kur e krijon këtë rrethin dhe e lë një hapësirë të dalë. Pa kalon edhe një hartën e parë e atëherë ky që është këtu brenda, mendon se ka mundësi për të ikur. Dhe e lë pozicionin dhe mundohet të iki, pavarësisht se nga 10 veta që do tentojnë të dalin, 8 do vdesin, 2 do ikin. Pra kjo nuk ka ndonjë problem se sa ikin. Por ama ky nuk tenton që të çaj rrethim. Në momentin që ti e ke të rrethuar totalisht, atëherë ky, duke qenë se s'ka rrethim, atëherë çfarë do bëj? Ai ose do vdesë ose do dorëzohet. Dhe thot atëherë më mirë, duke qenë se kemi të bëjmë me ushtarak dhe me luftarak të tillë, sepse po luftojnë ukrainasit, me fjalë po luftojnë rusët e ukrainizuar, sepse nuk kemi ukrainas, por kemi rusët e ukrainizuar, dhe ata po luftojnë luftë civile me njëri tjetrin. Ai thot, atëherë unë do luftoj dhe do vdes me nder. Dhe ky lufton. Atëherë kur ky lufton në rrethim, ti për ta marrë, ti duhet të harxhosh 3 ushtar, 4 ushtar për të vrarë këtë. Kurse kur ti lë një hapësirë me idenë se nuk është i rrethuar, po është gjysmë i rrethuar, atëherë ai mundohet të iki. Dhe ti e ke më të lehtë për të marrë pozicionin. Absolutisht. Pra kjo për këtë arsye është bërë kjo zgjidhje në këtë strategjinë ruse. Po, shikoj, më bën përshtypje diçka. Raporti forcave është pothuajse 1-1. Domethënë 650.000 ukrainas, 750.000. Jo, po duhet kemi një gjë. Ukraina ka 850.000 forca në total.
nga këto 850.000 forca në total Ukraina në frontin e luftës, pra vetëm në front, i ka diku të rreth 400-450.000. Raporti nuk është i njëjtë. Kurse rusët kanë në total 750.000 forca në të gjithë territorin e pushtuar, por në frontin e luftës kanë diku të rreth 550.000 forca. Pra, po thua se 1-1. Jo, por nuk është 1-1, nga 450 550. Dhe janë 100.000 forca tepër, por këto 100.000 forca çfarë përdoren për këto xhepat, pra për të sulmuar një xhep që është një bataljon, 600 veta, 800 veta, ti ke forca për t'i marrë. Dhe çfarë bëhet? Dhe shkojmë në atë që e thoshte edhe e ka thënë Bismarcku që frontin duhet ta ndash në mira copa. Dhe këta çojnë në prerjen copa, në këto copat e vogla. Dhe rusët i lëvizin këto 100.000 forca, 150.000 forca, gjatë gjithë kohës i kanë në lëvizje. Dhe duke pasur në lëvizje, duke qenë se lëvizja e forcave ruse kontrollohet nga forcat amerikane, pra nga zbulimi amerikan, sepse vetëm amerikanët kanë mundësi zbulimi satelitor, nuk kanë evropianët zbulim, pra nuk bëjnë dot zbulim strategjik, ky i përket zbulim. Dhe çfarë bëjnë? Nuk e din asnjëherë se ku do përqendrojnë këto forca dhe ku do godasin këto forca në të gjithë të vijën e frontit. Dhe kjo bën të pamundur përqendrimin e forcave ukrainase në një pikë të caktuar ku ti mund ta marrë mendjen. Sa ata do sulmojnë. Pra këtë janë duke bërë dhe këtë rusët e bëjnë për arsye se rusët e kanë në taktikën e tyre gjatë kohës sovietike, ata shpikan atë që quhet maskirovska. Pra maskirovska, maskimin. Dhe edhe Gjermani naziste kështu e mashtruan betejën e Stalingrad. Pra bën sikur lëvizën trupa të mëdha në veri, ndërkohë që bën rrethimin në krahun tjetër dhe kur goditen në mënyrë të pashur. Do të kemi një parasysh që kjo territori i Pokrovskit, pra vetëm ky territori i Pokrovskit dhe Zaporishës, në luftën e dytë botërore, në vitin 1944 dhe 45, vetëm sovjetikëve ju desh 6 muaj për të marrë vetëm atë territor. Pikërisht atë territor, 6 muaj. Edhe në atë kohë pse? Sepse ai territori aty ishte territori të cilin gjermanët e kishin fortifikuar për një vit. Dhe sepse marrja e atij territori çfarë do? Marrja e atij territori të nxjerr mbi Kherson dhe po dole mbi Kherson, e merr qytetin e Khersonit dhe pastaj merr Odesën dhe e bllokon dhe shkon direkt, sepse Odesa ka vetëm një rrugë që vjen nga Kievi. Dhe po morë Khersonin e bllokon Odesën. Për këtë arsye gjermanët e dinin dhe rusët bën 6 muaj luftë deri kur morën Zaporizhën dhe pasi morën Zaporizhën, pastaj për 6 muaj tjera zbritën Odesa. Pra janë duke ndjekur të njëjtën taktikë të sovjetikëve dhe kemi të njëjtën përballje, vetëm se këtu kemi një fortifikim. Do duron ndoshta terreni. Absolutisht, këtu kemi një fortifikim 8 vjeçar, gjermanët kishin fortifikimin 1 vjeçar. Dhe 6 muaj sovjetikëve ju desh kjo. Po jo me këto kushte lufte që kemi sot. Pra lufta sot është modernizuar dhe kemi luftë totalisht industriale. Dritan, kam dëgjuar një shifër sikur vetëm në një pjesë kur zhvilloheshin përmarrjen e Luganskut edhe të zonave të Bakhmutit, është përdorur sasi municionet, bombardimi, sa që përdorën gjithë luftën e dytë botërore, më duk në fakt si pak e egzageruar. Jo, nuk është e egzageruar, por dhe them që me kapacitetet sot me industriale që ka Rusia dhe që ka Ukraina, më duket e harritshme kjo, krahasuar me 80 vjet përpara. Rusia ka përdorur më shumë kapacitet, sepse Rusia ka pothuajse 1 vit e gjysmë, 2 vjet që ka futur në përdorim ato që quhen bombat fluturuse. Pra ka disa bomba të vjetra sovjetike të prodhuara në kohën e Bashkimit Sovjetik. Ato janë bomba 500 kg, 1000 kg, 1500, 2000 dhe 3000 kg. Dikur do kanë qenë bomba me rënje të lirë, pra avioni duhet vinte mbi objektiv që të çonte bombën. Tash çka kanë bërë rusët? I kanë marrë, i kanë vënë këtyre bombave një motor. I kanë vënë krah, i kanë vënë edhe GPS. Edhe Elshoj, në fillim këto e kishin distancën 50 km, pastaj e bën 70 km. Tash e kanë bërë 200 km dhe janë duke eksperimentuar to 2 javë të fundit një bombë deri në 400 km. Pra e lëshon avioni bombën në territorin rus dhe e shkon 400 km dhe godet. Po bombë 3000 kg. Pra përdoret kryesisht për gjitha llojet e fortifikimeve. Dhe 3000 kg bombë ai shkatërron gjithçka aty ku të bjeri. Dhe duke përdorur këto sasi bombash, e kanë kaluar atë shifër që thoni, edhe në kryesisht ajo është përdorur në qytetin e Kupianskit. Kupianski ka qenë një nga zonat më të fortifikuara në gjithë të linjën e fortifikimit. Mendohet që tash është një Kupianski ra. Ah, ka rënë. Kupianski ra javës që shkoi. Përfundimisht e morën rusët Kupianskun. Okej, kush janë dy, Siverski dhe Limani janë ato që thonë që janë dy kështjellat pafyeshme? Limani, po thuaj se ka në rrethim, Siversku është rrethuar, ka hyrë në një xhep kështu taktik. E pafyeshme ka qenë, konsideroj Pokrovski dhe Mirnogradi, Pokrovski ra, Mirnogradi akoma nuk ka rënë, dhe tashmë më e pafyeshme nga gjitha është Guliopolje, pa. Kjo Guliopolje. Ka rënë Pokrovski, është e sigurt? Pokrovski rusët aktualisht kontrollojnë 85% të Pokrovskit, pa është i marrë, nuk ka. Guliopolje është zona më e fortifikuar aktualisht kjo.
se është edhe korridori kryesor që sjell të gjitha dhe lidh Khersonin, lidh Zaporizhën, del në Dnjepr e gjitha pra. Në momentin që bien këto, gjithë ato janë pikat e fundit të fortifikuara. Ka mbajtur edhe kësaj pastaj mbetet Izumi, mbetet edhe një qytet tjetër. Për te Orekivit është edhe një qytet tjetër, dhe pasi bien këto pika të fortifikuara, nuk ka më pika të fortifikuara, dhe prej aty pastaj, edhe deri në lumin Dnjepr është vetëm fush, nuk ka as fshatra më as esho, pra është totalisht shumë terren i pashur. Dikur një analist geopolitik thoshte, nuk ka rëndësi për rusët 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, por ata do marrin Kievin.